Unë do të thoshe që rezultati kryesor është ky, pasi u rikonfirmua NATO si alianca ushtarake më e suksesshme e kohërave dhe elementi dytë shumë i rëndësishëm ishte rritja e përqindjes së kontributeve në NATO në 5%, gjë që është një vërtet një risi historike, nuk ka ndodhur ndonjëherë tjetër. Gjatë kohës që unë kam qenë aty, ka qenë në fuqi ai që quhej traktati ose angazhimi i Wallesit, i cili ishte për 2%, pra ata ishte 2% PPP-s, pra i produktit të brendshëm kombëtar të vendosur në dispozicion të investimeve për NATO-n. Në fundit do të thosha është dhe një mënyrë kohezioni i brendshëm për sa i përket industrisë së luftës. Mos harrojmë që NATO përbëhet prej vendesh mjaft të zhvilluara, por që janë edhe konkurrent me njëri tjetrin në industritë të tyre, në teknologji dhe kështu. Kështu që u ra një dakordsi, kjo është pika 4 e marrëveshjes ose më saktë e deklaratës së Hagës, që fuqitë ushtarake të punojnë me njëra tjetrën për të shtruar vlerë dhe jo për të konkurruar. Pasi NATO është një trup dhe si i tillë standardet duhet të jenë të përbashkëta. Veçanërisht këtu ka qenë shumë interesuar Turqia. Së fundi, për nga rëndësia e hyn edhe rikonfirmimi i suportit për Ukrainën. Përsëri një pikë mjaft delikate, e cila nuk di si do shkonte.